Që jeni bërë shumë televizive dhe kuptoni me njëherë kur futemi në transmetime dhe pushoni bisedën, se ishte ishte më lezetshme në publicitet. Do të jemi drejtim të kësaj punës së sondazheve? Atëherë ta shpjegoj unë punën e sondazheve? Ma shpjegosh, më japësh drejtim me pak fjalë. Po, me pak fjalë. Atëherë, ka një diferencë unë me vetë me sondazhe për arsye të studive doktorale. Ka një diferencë shumë madhe mes asaj që ka ndodhur sondazh dhe asaj që ka ndodhur realitet. Duhet të dallojmë ideal politik nga real politika dhe atë historinë e votimit familjar. Në momentin që ti je në atë ngrohtësinë e shtëpisë dhe vjen telefonat me një numër pa njohur thotë, "Alo, kë do votoni, femër apo mashkull?" Patjetër që votojnë femër. Po kur fushata vjen dhe vjen në derë të shtëpisë, votojnë mashkull. Një, e para, e dyta. Në moment kam qenë në një moment kur është zgjedhur një kandidat kryetar komune. Kam qenë president, kur është bërë diskutimi. Dhe si mund ta eliminojmë votimin familjar? Dhe një nga argumenti politik ishte duhet patjetër të jetë ky sepse ka 8 vëllezër. Një. Por çfarë ndodh? Sepse njeriu vërtet bën sistemi, po dhe sistemi determinon njeriu. Sot me reformën territoriale që unë jam mbështetës absolut i kësaj reforme, eliminohet mundësia për votim familjar sepse elektorati është shumë i madh se sa ajo komuna ku 8 vëllezërit që jetonin secili nga 8 fshatrat mund të bënte ty dërman me fushatën. Kështu që në fshatar jetohet një fshat. Studimet na thon këtë gjë. Ideal politika na thot një gjë tjetër. Real politika na thot një gjë tjetër. Rezultati votave na thot tjetër gjë. Se kur flasim për sondazhe, hajde ti ballafaqojmë sondazhet. Po pse unë ka shkomër burri dhe duke për sondazhe pra? I bëjmë sondazhe që dim këtë vëm kandidat. Patjetër që do të bëjmë sondazhe. Në fund të ditës keni rezultatet të tjera. Me veprimet të tjera, raport me mendimet, pse unë prandaj politika është kaq e bukur me konzeste, nuk ka asnjë. Këtë do votoni një burr apo një grua kur e dini që do jetë e kundërt ajo. Ka një problem edhe tek pjesa e votimit. Domethënë fenomeni i votimit familjar është një fenomen që edhe fal punës shoqërisë civile, tashmë është sankcionuar me ligj edhe në kodin zgjedhor, që është një fenomen që dënohet. Është i dënueshëm ligjërisht, se deri dje nuk konsiderohej fare, thoshte mirë shkoti voto gruaja e rindit çfarë do e rindi dhe shkoni bashkë aty vini kryqin. Dhe kjo është e pa dënojnë kriminalë do në rezultatin final e tjera. Ky është votimi familjar, vetëm kur hyjmë 2-3 veta, më fal, vetëm një moment. 2-3 veta në atë zonën e fshehtë votimit, sepse si numër, nëse ikim tek dhe japim 3 vota. Po kush tha që gjitha familjet shqiptare votojnë të 3 për një të partisë? Jo votimi familjar pastaj. Ky është një mit. Unë për shembull punoj me gratë në politikë, në të gjitha partitë politike, drejtoj një rrjet i cili ka gra në balancë nga e majta në djathtë. Dhe familjet e tyre, edhe familja ime dhe familje të shumë të rinjve të cilët vetë familja e Lirës nuk voton për PD. Po kush tha, nuk se ishte për pak humor. Dgjoj, ideja është kjo. Votohet pas kandidatit, votohet individi, sidomos në zgjedhjet lokale, nuk duhet unë i them gjithmonë të rinjve me cilët punoj, mos votoni logon. Sepse nesër nuk është logo ajo që do t'ju bëj rrugët dhe do t'ju kthej përgjigje. Po në fakt në Shqipëri logo votohet të lira. Jo. Në Shqipëri ka ndryshuar. Politika e kuptoi këtë gjë dhe pikërisht me këtë idenë që jo të mos futet më i forti se në sistem mazhoritar futej më i forti edhe kishte 8 vëllezër etj. Me këtë arsye që unë kam kundërshtuar gjithmonë që kur u fut sistemi proporcional me listat mbyllura, me këtë arsye u fut sistemi proporcional me listat mbyllura. Dhe ku jemi sot? Sot jemi po prap njësoj që i kemi gjithë fortët në politikë, votë në të njëjtin vend, gjithë fortët janë i pari i dytin listë. Kështu që ne nuk e kemi zgjedhur dhe unë jam personalisht për ndryshim sistemi. Jam personalisht për njerëz të cilët të jenë llogaridhënës në zonat në cilat marrin votat. Ti nuk mund të t'i kërkosh llogari një deputeti kur nuk di se çfarë deputeti ke tek zona jote, sepse ai ka hyrë me listë. Nuk mund t'i kërkosh llogari një logoje për rrugën që nuk e bën. Nëse ti ke votuar logon, ti nuk i kërkon dot llogari. Apo që mund t'i thuash deputetit kur thotë unë jam në listë dhe unë dal, dhe tek e fundit s'më intereson fare kjo pjesa votoni se unë jam në listë, kupton? I pari. Ai tjetri që s'është unë jam që s'jam. Ai tjetri thotë unë nuk jam, thotë nuk e di çfarë do marr. Edhe në zgjedhjet vendore që ne i kemi mazhoritar, okay? Nëse ti voton thjesht sepse familja jote apo sepse burri yt ka një vizion të caktuar për politikën dhe ti voton atë logo, nesër pas nesër ti nuk del dot dhe ti ngresh zërin sepse nuk e votuar personin. Se ti thua unë do të t'jap votën nëse ti do të më bësh një çerdhe më të mirë për vajzën time. Ose pikërisht prandaj duan edhe në këshill bashkiak, edhe në vendimarrje në bashki dhe në komuna, pikërisht prandaj duan të dyja gjinit, sepse gjinit sjellin perceptime të ndryshme për zgjidhje të çështjeve të ndryshme. Nëse
90% e burrave dhe djemve shqiptar nuk merren me rritjen e fëmijëve dhe kjo është në bazë statistikave dhe të realitetit. Qerdhja e kopshës mund të jetë prioritet për to. Nuk mund ta din se si funksionon, se din fare. Nuk e di një burr dhe një djalë i cili nuk shtyn karrocën në për trotuare, që duan ato rampat, të cilat të shkatrojnë jetën dhe ti nuk ecën dot në trotuare, detyrohesh të ecësh në rrugë, ku makina vjen dhe të përfshin bashkë me karrocën me fëmijën tënd. Pikërisht prandaj, perceptimet e ndryshme gjinore që vijnë nga problematikat ndryshme jetësore, duhet të kenë një zë të barabartë në vendimarrje. Pikërisht kjo, prandaj luhet me pjesën që duhet kenë shanset barabarta për të folur. Ne nuk mund të prisnim para disa vitesh që 5 gra në parlament kundrejt 135 burrave të kishin një zë të fortë në parlament. Nuk e kanë dot, sepse zëri është edhe çështja e numrit. Sot që janë më shumë gra, ato janë bashkuar bashkë, kanë krijuar një aleancë, kanë krijuar një profil të vetin, edhe në këtë politikë që është shumë e vështirë dhe shumë partijake dhe shumë e ndarë, e kanë shumë të vështirë, qëndrojnë me njëra tjetrën kur janë çështje në cilat partitë ndahen. Megjithatë, kanë zgjedhur çështje si dhuna ndaj gruas, fuqizimi ekonomik etj, për të cilat të gjitha gratë e partive politike bashkëpunojnë. Ky është një zë i fortë, i cili ka nevojë për mbështetjen e qytetarëve. A keni ndërhyrjen e burrave për këtë aleancën e përbashkët? Po sigurisht e kemi. Jam bërë dhe shumë xheloz madje. Sepse ne, siç e thave Elvira, ne realisht është një bashkim vullnetar i të gjitha grave i pothuajse të gjitha grave parlamentare, pavarësisht logos, i cili realisht funksionon deri tani të paktën ka funksionuar në mënyrë shumë të mirë edhe mbi të gjitha frutëdhënëse. Ne kemi bërë deri pak ditë para, le të themi, një analizë të punës tonë për më shumë se 18 muaj të kaluar. Njëkohësisht kemi përcaktuar ato piketat e momentit, pra siç ishte iniciativa për ndryshimin e kodit zgjedhor, dhe njëkohësisht kemi bërë edhe disa piketa të tjera të cilat presupozohet që ti zbatojmë në një të ardhme të afërt. Burrat nuk është se ndikojnë, me thënë të drejtën. Megjithatë, procesi konsultues ekziston. Edhe për këtë nisëm ligjore që ne ndërmorëm, nuk e ndërmorëm as sepse donim ne të gjitha gratë, sigurisht u konsultuam edhe me kryesit e partive, të paktën 3 partive kryesore që kanë numrat më të mëdhenj sot në parlament. Pra, ishte një dëshirë e të gjitha grave parlamentare, pavarësisht se u përfaqësua vetëm nga kryesia e aleancës së grave deputete, pra nga unë dhe 2 koleget të mia, zonja Doda dhe zonja Hafizi, ishte një dëshirë të gjithave. Dhe njëkohësisht u konsultua dhe me kryesit dhe me kryetarët, se ky është ndonjëherë problemi më i madh i mediave, nuk pyesin realisht se çfarë përmban ajo iniciativa ligjore aty, po pyesin se a kemi marrë ne mbështetjen apo jo të kryetarëve tanë. Sigurisht ka qenë një proces i gjatë konsultues. Sigurisht e keni marrë mbështetjen. Ka qenë një proces i gjatë, jo, për të qenë vërtet ka qenë një proces goxha i gjatë konsultues, sepse janë parë dhe ato që janë quajtur deri diku shkaqe objektive për të mos u plotësuar dot listat. Megjithëse unë personalisht në logjikën time nuk ka shkaqe objektive për të mos i plotësuar listat, pra kosa kemi votuese burra dhe gra. Dhe ka qenë një proces i cili na solli në atë projekt ligj të cilin ne e paraqitëm në parlament rreth një muaj e pak ditë përpara. Sigurisht që kemi mbështetje edhe nga burrat, ka dhe burra që nuk jo vetëm burra, po mund të ketë edhe një grua që nuk paraido këto kuotat gjinore, ka dhe burra që nuk i duan dhe i kundërshtojnë fuqishëm. Rritet konkurrenca. Po patjetër, po shiko, ka një gjë, të paktën në optikën time, një grua e cila pretendon që ta përballojë gjithë, sepse politika nuk është e lehtë. Një grua e cila pretendon që ta përballojë të gjithë këtë sfidë e vetme, atëherë për mendimin tim është shumë e dobët, nuk është fare e fortë që ajo mund të pretendojë që është e fortë sepse po e përballon. Por realisht është shumë e dobët sepse nuk e hap shpirtin e saj për patur dhe shoqe të tjera për krah, në mënyrë që të ecin përpara të gjitha bashkë dhe ta ndryshojnë edhe këtë gjë që është sot kaq e vështirë. Ndërsa një grua pastaj e cila ka një tjetër botkuptim, një tjetër mentalitet, pranon dhe të tjera, madje përkundrazi gjen mekanizma të duhur për të përthithur vajza dhe gra të tjera, të cilat të bëhen së bashku dhe ta ndryshojnë të gjithë këtë politikë që ne kemi aktualisht. Kjo për mua është një grua e fortë, jo ajo që pretendon të përballojë vetëm. Gruaja e fortë, e diskutuam dhe çfarë dhe nuk e di, ndoshta kolegja tha që, se kam as kolegës është poete dhe është shumë më lartë, ideja është që thuhet që një burr i fortë vendoset i pari, i dyti në listë dhe gratë pastaj janë në fund. Po, pra, kemi gruaja dhe politika. Atëherë, në politikë, për të patur sukses, duhen 2 gjëra. Do më thënë, një politikan i mirë që unë po t'isha lider do doja nga një individ kishte të paktën 2 cilësi. Kishte mbështetje, sigurisht, sepse vota t'jep pushtet, dhe e dyta, jo për nga rëndësia, është
shkalla intelektuale, sepse sigurisht që asosiohet direkt me imazhin e mirë. Dhe në momentin që gruaja, vajza, do ketë shkallën intelektuale, sigurisht edhe atë pavarësinë ekonomike gjitha këto me radhë, pra edhe mbështetjen nga mbrapa bashkë me shkallën intelektuale, automatikisht kjo grua, jo se do politikani atje barkderri kushdo qoftë, jo, por sepse i duhet partisë, sepse qoftë për interes të vetë, e marri më ekstrem, i duhet për interes sepse do të fitoj. Ama, femra, gruaja, vajza, e ka kryer misionin e saj në kuptimin që ka arritur që të futët aty ku me këto kuotat ata politikanët tradicional mundohen që me anë të hendeqeve që gjenjë, ti sfumojnë dhe ti lënë sa më largë vendimarrjes. Duke qenë shumë intelektuale, ama sigurisht që politika do të kesh njerëz nga mbrapa, që të besojnë, që të thonë që po, ky përfaqëson interesat tona. Në momentin që gruaja, vajza shkon në këtë pikë, atëherë kemi gruan që vërtet do na përfaqësoj densisht. Dakor, por shkoka gjithmonë vetëm. Nuk shkon vetëm sepse ka nevojë për një test të vogël, edhe ritakohemi mbas zgjedhjeve. Aktualisht, nuk e di se si do ndryshohet, për te nismës nuk dim se si do ndryshohet, ka një përmirësim të vogël përqindjes, nuk e dim, po ka një përqindje të caktuar, e cila ka një kuotë për këshillat bashkiake. Dy kryetarët e partive më të mëdha politike, por edhe LSI-ja që ka bërë edhe më përpara, pra PD, PS, kanë deklaruar publikisht që do të kenë 50% të kandidatëve për këshillat bashkiake, do t'i kenë gra dhe vajza, okay? PD-ja ka deklaruar edhe 20% të kandidatëve në sistem mazhoritar, kështu që ka diçka plus, dhe neve do të testojmë bashk bas zgjedhjeve. Sistemin, pra këshillat bashkiake, të cilët janë me kuotë sankcionuar, dhe kandidatët për kryetar bashkie, të cilët janë pa kuotë. Dhe do të shohim sa janë këtu dhe sa janë tek ajo që nuk ka nevojë për kuotë. Dhe pastaj do flasim bashkë sepse duhet kuota, sepse do ta shohësh që do të jenë 1, 2, 3 maksimumi tek ato që nuk ka kuotë dhe nuk i pranoj ligji, dhe të paktën do mundohet që të arrihet një përqindje edhe për moral, se në fundit atë gjobën e paguajnë shumë kollaj partitë politike, se Komisioni i Ligjeve nuk na e pranoi sanksionin e refuzimit të listave, fatkeqësisht, i cili është sanksioni më i drejtë, do të thoja unë, e rriti pak gjobën, s'ka problem. Atë gjobën partitë politike e paguajnë shumë kollaj, okay? Po për pak moral, edhe kundrejt elektoratit, paka shumë i shkojnë asaj ku, e shkelin e pasere, se në zgjedhjet parlamentare kanë shkelur partitë e mdaja në 6 qarqet më të mëdha. Ja 12 në qarqet më të mëdha atje ku gratë janë në lulëzim. Edhe një kohë që është sankcionuar me ligjë. Vetëm gra dhe vajza, një parti e vogël e re, që vendosin e listat e veta, nuk kujtohet se kush, vetëm vajza, është gjinia më pak dhe u gjobit pikërisht për këtë. Nuk është mirë, dhe ai është mos respektimi kuota ligjinore. Është gjinia më pak e përfaqësuar, nuk është gra dhe vajza. Kuota është për gjinin më pak të përfaqësuar. Domethënë në dy anët garanton pjesëmarrjen nga të gjithë duhet ta zbatojnë, edhe ato që duan gra. Kështu që hajde ta shohim se si do të funksionojë një sistem me kuota dhe një sistem pa kuota, sepse i kemi të dyja brenda zgjedhjeve lokale që kemi pas. Kam edhe unë një propozim për shoqërinë civile. Hajde ndërmarrim bashk dy hapa, se unë jam më ekstrem se ju. Ndërmarrim një hap shumë të rëndësishëm, se jemi shoqëri tradicionale, vim nga një familja patriarkale, gjitha këto. Po pra, në rregull. Jo njerë, se ne vazhdojmë të mbajmë të sistem. Për të thënë, atëherë, unë mendoj hajde bëjmë 2 gjëra tjera, i lëmë kuotat, edhe bëjmë 2 gjëra tjera. Ndërmarrim një fushat të jashtëzakonshme, sensibilizuese, që ju thoni si pas sondazheve që e votokan femrën, po akoma më shumë t'ju apërsërisim, t'ju apërforcojnë fort që femra gruaja është një lloj si burri dhe vetëm një ndryshim fiziologjik i ndan dhe asgjë tjetër, se lindim gjithë e para, më fal, pasohet nga veprime konkrete. Në momentin që bëjmë fushatën e madhe sensibilizuese, ndërmarrim hap tjetër, i japim propozime tjera,
tek organet kompetente të nxitja punësimit në çdo vend që femrës t'i jepet prioritet te sipërmarrja që të fitoj një farë më vetësie. Më fal, në qoftë se ne nuk mundohemi që të ngrejmë atë njeriun që unë thash, atë femrën gruan intelektuale dhe që të ketë njerëz nga mbrapa, nuk do mund të afusim asnjëherë femrën gruan realisht në politikë të ketë vendimmarrje. Është shumë e vështirë. Ajo shoqëria civile e bën, edhe organizata ime të kërkoj ndjes, edhe organizata ime ka në çdo zgjedhje këtë bën. Sensibilizimin, mbështetjen e grave kandidate. Un kam që në muajin prill të vitit kaluar që merrem trajnoj mbështes gratë kandidate potenciale. Qofse ato kanë dalë edhe në shumë emisione në rrethet ndryshme të Shqipërisë, dhe nëse do i shije, ishin debatet të shkëlqyeshme. Do jap ndihmën time pa kursyer për të ndihmuar. Realisht shumë sepse puna do vazhdon deri ditën e zgjedhjeve dhe pas me mbështetjen e atyre që zgjidhen. Patjetër që do jem mirë. Sensibilizime bëhen pafund, po varet se sa është efekti. Kupton se në familje pastaj dalet ajo pjesa e mentalitetit që mendoj që është një hakmarrje vazhdueshme e popullit dhe zhvillimit, sepse në momentin që bëhet ajo mbledhja, le të themi familjare, do votoj babai për këtë, sepse si mund t'i thuash babai që unë nuk do votoj për PS-n, kur ai thotë unë kam qenë kryetar partie etj, ose një PD si persekutuar. E para dhe dyta, sensibilizimi për mua nuk futet fare në familje, ku e shikojmë që nëpërmjet politikës jemi lidhur drejt për drejt me punësimin dhe me interesa shumë të ngushtë. Nuk mund të votosh për një krah tjetër, ku ke shumë interesa. Sensibilizimi nuk ka dhënë shumë efekt. Është ndryshe, domethënë votimi për parlament dhe për listat, thash, është ndryshe. Te kryetari i bashkisë ti nuk shef sepse ty ajo logoja nuk të bën rrugë, nuk të bën çerdhe dhe nuk të bën drejtim rrugë. Lutem ka një fjalë të gjithë, po të lutem Silva përfundoj mendimin sepse jemi paraprakisht vetëm një gjë të vogël, votimi familjar aktualisht në Shqipëri është në nivelin 5%. Për mua është shumë i ulët. Kjo është fakt. E fundit, do doja të thosha diçka që më ka bërë shumë përshtypje. Po mirë, sigurisht që do bëhet zero, po për mos i harro zonat e thella që përmende. Duhet të përmend diçka që më ka bërë shumë përshtypje sot. Ne sot e diskutonin, përveç se kemi diskutuar në Komisionin e Ligjeve, sigurisht sot iniciativën ligjore e diskutonim edhe në Komisionin e Çështjeve Sociale. Më ka bërë shumë përshtypje nuk ishim asnjë media. Dhe unë nuk arrit do ta kuptoj se si një çështje kaq e rëndësishme mund të sfumohet nga heqja ose më saktë dhënia e autorizimit për arrestimin. Më vjen keq se gjithsesi zoti Froku ka qenë kolegu im, ndoshta edhe miku im, unë kam pas ngjitur në Komisionin e Ligjeve, por gjithsesi nuk duhet të marrë kaq shumë vëmendje këto çështje të cilat për mua realisht janë shumë herë më pak të rëndësishme sesa një fushat kaq e madhe që ne po ndërmarrim për të fuqizuar ose për të rritur pjesëmarrjen politike të grave dhe vajzave. Është një histori shumë e gjatë kjo, ju lutem, e lutem shumë shkurt e kemi tejkaluar në gjitha forma. Nuk diskutoj që lajmi keq ka më shumë famë se lajmi mirë. Një sintezë e mendimit. Lajmi keq është edhe ky, se varet si miraton. Ka dy njerëz që qasin në politikën. E para njerëz që shkojnë te politika dhe e dyta njerëz që politika shkon tek ata. Unë bëj mendimin fillestar që nëse femra shkon atë standard ekonomik intelektual, shkon politika tek ajo dhe nuk është nevoja fare që ta futin femrën në shtyrën politik. Shumë faleminderit. Unë ta them dhe një gjë të fundit, domethënë një shoqëri që funksionon pa barazi gjinore është njësoj si një avion që kërkon të fluturojë vetëm me një krah. E kemi thënë 100 herë, por është e nevojshme që të vazhdojë të thuhet që të kuptohet. Unë mbështes propozimin e Ilira Çepanit pas datës 21 këtu, se do bëjmë atë numërimin e votave me kuota dhe pak kuota. Ju falenderoj të gjithë, do të shihemi nesër mbrëmë. Mirupafshim, faleminderit 5-ve.